Vetëm një muaj pasi u riha procedura e prokurimit për ndërtimin e spitalit të Ferizajt, megjithatë hasin në një pengesë tjetër. Një operator ekonomik dorëzoi ankesë në organin shërtues të prokurimit, andaj tërë procedura u pezullua. Kompania ENG Construction pretendon se autoriteti kontraktues ka vendosur një kriter diskriminues. Kërkesa për një kontratë vetme të realizuar prej 8 milion eurove vetëm për objekte shëndetësore përjashton padrejtësisht operatorë ekonomik që kanë realizuar projekte të ngjashme në kompleksitet dhe vlerë, por në sektor të ndryshëm si banim kolektiv ose projekte të tjera ndërtimore civile. Kriteri në fjalë veç tjerash nga kompania me bazë në Gjelan konsiderohet edhe kundërligjor. Derisa komisioni vlerësues në OSHP ende nuk ka marrë vendim, mungesa e këtij spitali konsiderohet si pengesë e madhe për banorët e Ferizajt dhe të disa komunave përreth. Përfshin edhe një pjesë të komunave të rajonit të Gjelanit që vinë të marrin shërbime tek spitali Ferizajt dhe normalisht kjo është problematikë sa i përket absorbimit tek spitali i vjetër, sepse edhe gjendja e spitalit të tanishëm është në gjendje jo të mirë dhe normalisht pastaj edhe pjesa e shërbimeve është kogja shumë jo adekuate. Procedurat e para për këtë projekt kishin filluar qysh në vitin 2020. Deri tani është kryer vetëm pjesa kryesore e ndërtimit të Vrazhdë.